Kështu poetari, një nga asetet më të vlefshme në botë. Dhe pothuajse asnjëherë nuk fillon ashtu siç mendojnë njerëzit. Para se të tregtohet, të grumbullohet ose të kthehet në monedha, duhet të mbijetojë një udhëtimi përmes një ferri industrial, makina shtypse, banja cianuri, metali shkrir dhe elektroliz. Por për të kuptuar vërtet procesin, duhet të fillojmë nga burimi. Sepse para se ari të rafinohet, ai duhet të gjendet dhe duhet të jetë mjaft i rrallë apo jo. Sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s, i gjithë ari nxjerrë në botë që nga fillimi i historisë së regjistruar është aq i vogël sa mund të përshtatet në një kub me përmasa rreth 22 metra, 72 këmbë në çdo anë. Por për të kuptuar arin, së pari duhet të dini nga fillon, pikërisht këtu, në minierë. Minierat janë një proces intensiv dhe i vështirë. Ekzistojnë 3 metoda të ndryshme, secila me sfidat e veta. Minierat me grop të hapur janë forma më e vjetër e minierave. Meqense kjo lloj miniera zhvillohet pranë sipërfaqes, nuk ka nevojë për puse të thella. Minierat moderne bëhen me makineri të rënda si buldozier dhe kamion. Është forma më e lirë dhe më pak e rrezikshme, pasi është e lehtë për punëtorët të evakuohen në rast fatkeqësie. Por kjo nuk do të thotë se është punë e sigurt. Gropat mund të shemben, prandaj nevojiten në anë të shkallëzuara ose stola. Ka dhe një problem tjetër. Këto gropa zën shumë hapësirë dhe mund të ndikojnë rënd në ekosistemin dhe komunitetet lokale. Gjithashtu, shumica e burimeve sipërfaqësore janë shterur tashmë, që do të thotë se minierat zakonisht duhet të shkojnë më thellë. Këtu hyn në lojë miniera nëntoksore. Minierat nëntoksore zakonisht duken kështu dhe vetëm pamja e tyre mund t'ju bëjë nervoz. Për fat, puna është më e automatizuar se më parë. Minierat nëntoksore kalojnë nëpër 2 faza kryesore. Së pari zhvillimi, ku hiqen shkëmbijnë dhe komponentët e tjerë të pavlefshëm. Kur kjo përfundon, minatorët mund të vazhdojnë me minierat e prodhimit, ku burimi i synuar, në këtë rast ari, nxirret nga shkëmbi. Para se të merren burimet, duhet përdorur një ekzaminim i shtresës së qymyrit ose i trupit të mineralit për të përcaktuar saktësisht vendodhjen e depozitës. Minierat janë të shtrenjta dhe kjo kurse në punë të panevojshme, plus ndihmon në parandalimin e shembjeve. Merren gjithashtu masa të tjera për të siguruar minierat nëntoksore. Këto janë tuba që hedhin pluhur gëlqëror të grimcuar në muret e minierës, quhen pluhurosës shkëmbijsh. Dhe muret me pluhur nuk marrin flak lehtë. Pastaj, ka bulona çatije, të cilët sigurojnë tavanin e minierës dhe mbështetës sigurie. Makineritë hidraulike shtyn bulonat në çati për të parandaluar shembjet. Ka gjithashtu makina që spërkasin muret me një përzierje të lagësht për të forcuar integritetin strukturor. Ka edhe ndihmës të rinj, dron që mund të inspektojnë vende të rrezikshme për njerëzit. Kamionët, shpuesit dhe ekskavatorët që shihni kontrollojnë gjithashtu nga distanca për të bërë gjërat më të sigurta. Nëse minierat nëntoksore ju bëjnë nervoz, ka një mënyrë tjetër, minierat placer. Kjo është ajo që mund të keni parë në filma. Ajo përfshin shpërlarjen dhe sitjen e mineraleve të palidhura të përziera me sedimente. Minierat placer janë më të thjeshtat, por nëse doni ta bëni, duhet të kryeni një studim të gjerë të zonës së synuar për të kuptuar sa material është vërtet aty dhe nëse ka mjaftueshëm art të rikuperueshëm për të mbështetur operacionin. Nëse ka përqendrime më të larta sedimentesh, duhet të bëni më shumë për të rikuperuar arin. Është mirë të mbani mend se shumica e njerëzve gjatë etheve të arit në Kaliforni falimentuan. Një minier i zakonshme ari zgjat nga 10 deri në 30 vjet. Gjatë këtyre viteve, procesi i gjatë dhe i mundimshëm i nxjerrjes zakonisht shndërron shkëmbin dhe mineralin në një aliazh metalik që është midis 60 dhe 90% i pastër. Por kjo nuk është ende mjaft e mirë. Shufra ari që shihni në monedhën e SBA-s nuk vjen direkt nga miniera. Çfarë vjen më pas? Ato duhet të kalojnë së pari këtu, në mullirin e arit. Ka shumë nxehtësi dhe kimikate këtu. Pa to, nuk do të shinit kur ato shufra ari të shkëlqyera, sepse edhe nëse vjen 90% i pastër nga miniera, minerali ka ende papastërti të konsiderueshme. Shikoni këta njerëz, duken sikur po gdhendin diçka. Ky është hapi i parë për shumë burime ari.
përmes një procesi të reduktimit të madhësisë, si coptimi ose bluarja që rrit sipërfaqen për fazat e tjera të përpunimit. Kjo gjithashtu ndihmon për të ndarë më tej arin nga materiali më të cilin është i përzier. Pas kësaj ka disa mënyra për të vazhduar. Një gjë që mund të provoni nëse jeni duke rafinuar arin është cianuri. Këtu, uji i përzier me cianur spërkatet mbi grumbull minerali të grimcuar. Përndryshe, minerali mund të vendoset në rezervuar që përmbajnë solucion cianuri. Ky kimikat shpërndan arin nga papastërtitë, por është një praktikë e diskutueshme. Cianuri është një kimikat shumë toksik dhe ka pasur derdhje aksidentale, që nga vitet 1970, miliard galon ujë i kontaminuar me cianur janë derdhur në mjedis, siç mund ta keni marrë me mend nga këto lloj fotografish. Për fat, ka metoda të tjera si ndarja mekanike. Kjo metodë përdor forcën e gravitetit, lëngjeve ose forcave centrifugale. Për shembull, shikoni si rrotullohet centrifuga. Minerali në fushën e forcës centrifugale përbëhet nga grimca me densitësi të ndryshme, që do të thotë se ato lëvizin ndryshe nën këtë forcë. Rrotullohen e mjaftueshëm dhe ato do të ndahen natyrshëm nga njëra tjetra. Meqense ari ka një densitësi shumë më të lartë se mineralet më të zakonshme me të cilat është i përzier, është më lehtë të rikuperohet, por kjo ende nuk mjafton për të krijuar ato shufra ari që mund të dëshironi të blini si mbrojtje kundër inflacionit. Është i nevojshëm një hap tjetër rafinimi për pastërtinë pothuajse totale. Këto shufra ari të bukura janë mbi 99% të pastra dhe të paktën disa prej tyre dikur ishin elektrizuar. Kur mendoni për elektrolizën, zakonisht mendoni për një metodë për të hequr përgjithmonë qimet e padëshiruara në trup. Por ajo është po aq e mirë për të bërë arin që vërtet dëshironi. Elektroliza është një proces ku një rrymë elektrike rrjedh midis dy elektrodave, duke kaluar përmes një elektroliti mes tyre. Në rafinimin e arit, acidi klorhidrik shërben si elektrolit. Aliazhi i arit përdoret për anodën, elektrodën me ngarkesë pozitive, ndërsa katoda ajo me ngarkesë negative. Zakonisht është një fletë hollari me pastërti të lartë. Rryma mes tyre ionizon elektrolitin, duke rritur pastërtinë në 99.9%. Ky quhet procesi Ullwill. Nëse jeni në rregull me një pastërti pak më të ulët, mund të provoni një metodë tjetër, procesin Miller. Ai përdor diçka që ndoshta jeni më të njohur nga një detyrë shtëpie që keni bërë në shkollë. Nëse keni kushtuar vëmendje në orën e historisë, do të kujtoni përdorimin e tmerrshëm të gazit klor në luftën e parë botërore. Për fat, ka një mënyrë më të mirë. Procesi Miller përdor gaz klor për të kaluar përmes arit të shkrirë. Gazi shkakton një reakcion kimik që ndan papastërtitë e mbetura, të cilat precipitojnë në sipërfaqe në formën e klorurit dhe më pas hiqen. Trajtimi zgjat rreth 90 minuta. Është më i lirë se procesi Ullwill dhe ende ju jep ar të gradës me investime pastërti 99.5 deri në 99.8%. Por kjo ende nuk është fundi i udhëtimit. Do të bëhet përsëri nxehtë këtu. Nëse ari juaj ka kaluar nëpër procesin Miller, ndoshta keni parë filma ku çeliku i shkrir derdhet në kallope për të bërë shpata. Është e njëjta gjë me arin. Këta njerëz përderdhin arin në shufra. Ata duhet të jenë të kujdesshëm dhe të veshin rroba mbrojtëse. Materiali i shkrir është jashtëzakonisht i nxehtë. Ari duhet të jetë 1947 gradë Fahrenheit apo 1064 gradë Celsius për të qenë në gjendje të lëngshme. Këta punëtor duhet të derdhin ngadalë dhe kur të kenë mbaruar, duhet të trajtojnë materialin me respekt dhe ta lëvizin me lopata dhe pinceta të mëdha. Gjë që siç mund ta shihni, nuk është gjithmonë e lehtë. Ata kanë ende më shumë për të bërë. Çdo shufër ari duhet të inspektohet për pastërti. Prandaj merret një mostër me tub vakuumi nga çdo shufër për testim në laborator. Nëse shufra plotëson standardet, vuloset me një numër serie dhe shenjë certifikimi, gati për të dalë në botë më në fund. Por ai ar mund të mos dalë si shufër, ende mund të presë më shumë në zjarr. Këto janë monedhat e arit që vijnë nga monedha e SBA-s. Ata janë monedha ligjore sipas aktit të monedhave të arit të vitit 1985, por është një udhëtim i gjatë për t'i arritur ato.
Monedha blen shufra ari nga tregu i hapur dhe bën procesin e vetë të verifikimit të pastërtisë dhe autenticitetit të çdo shufre. Pasi ari kalon këtë test, monedha e shkrin dhe e lidh sipas specifikave të saj, 91.67% ar, 3% argjend dhe 5.33% bakër. Ari është në 1 karat të qëndrueshëm 22. Pasi peshohet, monedhat formohen në disqe bosh, gati për dizajnet e tyre përfundimtare. Pastaj ato kalojnë nëpër të njëjtin proces goditje që keni parë në videon ton të mëparshme për mënyrën se si printohen parat. Pasi puna të ketë mbaruar, ato janë gati për të dërguar te tregtarët e autorizuar. Por ndoshta po pyesni veten, pse të gjitha këto mundime në radhë të parë? A do të ndërpres teknologjia arin ashtu siç ka bërë me kaq shumë gjëra të tjera? Ari është vlerësuar që nga kohët e lashta për bukurinë e tij dhe ende shihet si një burim i mirë vlerash, veçanërisht si një bast kundër llojit të inflacionit me të cilin të gjithë po përballemi. Qeveritë grumbullojnë ar. Shtetet e Bashkuara kanë rezervën më të madhe se çdo vend tjetër, me 8.133.46 ton, me vlerë 683.73 miliard dollar. Ari mbajt kryesisht në Fort Knox, monedhën e Denverit dhe depozitën e bulionit të West Point. Standardi i arit mund të ketë ikur prej kohësh, por rezerva Amerikës ende shërben si një mbrojtje kundër turbullirave ekonomike dhe ndihmon për të forcuar vendin e saj në qendër të sistemit financiar botëror. Por, a do të përfundojë kjo? Disa njerëz mendojnë se kriptomonedhat mund të zëvendësojnë arin si një depozit vlere. Elon Musk ka qenë i zëshëm për kriptot, por nuk janë vetëm miliarderët ekscentrik. Banka e Singaporit e tha gjithashtu. Por ari ka dy gjëra që kriptomonedhat dhe asetet e tjera digjitale nuk i kanë: mungesën dhe praninë fizike. Nuk mund të krijosh ar në një ekran kompjuteri, të paktën jo ende. Gjithashtu ka shumë kontroll. Ari është shumë i rregulluar dhe kur e blini, mund të jeni mjaft të sigurt për atë që po merrni. Por tregjet e kriptove janë goditur gjithnjë më shumë nga monedhat me mashtrimet vitet e fundit. Monedha Hawkua, FTX, ndoshta i mbani mend. Ky kombinim minon shumë besimin në kripto si një burim të besueshëm vlere. Por ari do të jetë gjithmonë i vlefshëm, jo vetëm për bukurinë e tij, por për përdorimet e tij industriale. Prandaj mbetet një nga investimentet më të besuara në botë. Shikoni gjithë mundin që ende kalojnë për ta marrë. Mirupafshim.